Chatbotët e inteligjencës artificiale mund t'i japin përgjigje të sakta, por ndonjëherë ato mund të kornizojnë informacionin në një mënyrë që favorizon një këndvështrim të caktuar. Pikërisht për këtë, platforma Hybrid ka krijuar një toolkit për identifikimin e narrativave të kornizuara nga chatbotët e AI, që të ndihmon të dallosh kur një përgjigje është e anuar, e shtrembruar ose ndikon perceptimin. Ja një proces i shpejt i verifikimit. Hapi 1. Kontrollo pyetjen. A është ngarkuar emocionalisht ose me paragjykim? Hapi 2. Analizo mënyrën e të folurit të AI, apo shtyn diskutim drejt një qëndrimi të vetëm? Hapi 3. Pyet për burimet. A i ofron burimet, janë të qarta dhe të verifikueshme, apo mungojnë? Hapi 4. Kërko perspektiva alternative. Pyet, a ka këndvështrime të tjera? Nëse AI ndryshon ndjeshëm përgjigjen, narrativa është e paqëndrueshme. Hapi 5. Krahaso përgjigjet. Ndryshimet e mëdha me pyetje të vogla tregojnë kornizim problematik. Për ta bërë këtë më të thjeshtë, Hybrid.info ka krijuar edhe një listë kontrolli hap pas hapi për verifikim faktesh. Fillimisht, ruaje përmbajtjen, bëj screenshot ose kopjo tekstin. Pastaj, për të kontrolluar shenjat e shpejta të rrezikut, pyet e veten për kornizimin, çfarë theksohet, çfarë lihet jashtë, gjuhën neutrale apo emocionale, balancën, a ka më shumë se një perspektivë, konsistencën, a ndryshon përgjigjja në mjete apo gjuhë të ndryshme, shpërndarjen, a qarkullon i njëjti formulim në media apo rrjete sociale. E nëse dy nga këto ose më shumë duken të dyshimta, vazhdo me verifikim. Verifiko edhe me mjete të thjeshta për imazhe, video apo tekst. Jo çdo përmbajtje kërkon reagim të menjëhershëm, por çdo përmbajtje kërkon mendim kritik. Sepse dezinformimi sot nuk vjen gjithmonë me tituj të rrem, shpesh vjen i qetë, i strukturuar dhe i gjeneruar nga AI.